Jemi në ambasadën e Kosovës në Bern, ku zhvillohet procesi i votimit. Deri tani, nga ajo që pam, procesi ka vajtur mirë, pa ndonjë incident, fluksi ka qenë në mëngjes pak më shumë, por brenda ditës pritet të rritet ky fluks dhe të përfundoj i gjithë numri i paraparë, siç është në këtë pikë votimi, rreth 1500 votues. Deri tash, deri në ora 3 gati, gjithçka po shkon siç është më së miri. Qendra e vendvotimit në Bern është hap në ora 7, ashtu siç është parapar. Gjitha materialet, gjithë komisionerët, gjithë vëzhguesit ka qenë kohë këtu dhe deri tash, deri në ora 1 kur kemi numëruar votuesit e fundit, kanë votuar 703 votues apo 47% të votuesve që kanë kryer obligimin e vet. Ata që janë regjistruar votojnë, vinë votojnë sa më shpejt, me që tash fluksi si duket ka kaluar dhe nuk ka rrallë gjata më, kështu që është mirë të vinë ata që janë të regjistruar për Bern. Por ndryshe shpresoj që të shkojë kështu deri në fund, edhe siç po e pat edhe ju, preton një atmosferë mirë, një frym, një klimë mirë, edhe shpresoj të vazhdoj këtu. Tash veç punimi më, brenda 15 muaj jemi pa 3 herë me gjithë komisionerët e vëzhguesit edhe gjithçka duke shku mirë. Jam Skënder Berisha, jam nga Ferizaj për Kosovës, kurse këtu jetoj në Bern. Erdhët sot të votoni? Po, erdha të votoj. Si u duk Po mirë ishte, mbarvajtja ishte gjithçka në rregull, shkote shumë mirë, shpejt, nuk ishte edhe shumë njerëz sikur që ishte paradite, sa që u informova, kështu që mirë, gjithçka ishte në rregull. Kantonit Bernit, shefi shtabit për zgjedhje, plus bona një zavendësim, një shok mungoj për pak qaste edhe si vëzhgim, po, si vëzhgues. Sigurisht që kreu obligimin qytetar dhe gjithçka ka shku në rregull, të gjithë aktivistat që kanë qenë pa dallim partije, kanë qenë në nivelin e duhur të kryerjes detyrës në favor të qytetarëve. Po vërtet ka qenë deri më tani një proces shumë i rregullt, ka pas një fluks të normalt, asnjëherë të mbi ngarkuar dhe po shkon gjithçka në rregull. E mirë është që vërtet qytetarët janë të interesuar të flasin me zërin e tyre, të japin mendimin e tyre dhe kjo është demokracia. Kena votuar për këtu het, po shpresoj se edhe nalt që thash atë komisionera, thash shpresojmë inshallah vota nuk në vidhet neve diasporës. Për gjeneratat e reja, që kur të votojnë këta, me ditë kam po votojnë, edhe me shku shteti përpara se që brenda 2 vjetëve, 3 për 4 për zgjedhje, kjo është edhe Evropa të kesh me shtetin tonë të Kosovës. Brenda këtij viti kam dytën votim që e bëjmë dhe shpresojmë që kjo hera është e fundit që votojmë momentalisht për 4 vite të ardhshme. Albin, po ne keni si gazetë atë pa që e keni edhe këtu, po pastaj online aty e shihni.